Një numër i vogël i aktivistëve të Lëvizjes Bashkohu të premten kanë protestuar para kuvendit dhe qeverisë së Kosovës për të kërkuar të drejtat e muslimanëve në Kosovë. Veç thirrjeve për lejimin e bartjes së Shamis në shkolla, ndërtimin e xhamisë në Prishtinë, pati pankarta ku për hapjen e islamit në Kosovë e lidhnin me vitin 1389, kur përfundimisht Ballkani bie në pushtimin osman. Në fjalimin e tij para protestuesve, udhëheqësi i Lëvizjes Bashkohu Fuad Ramiqi nuk ka hezituar të bëjë akuza në adresë të medjeve, duke thënë se ato po shkruajnë të pavërteta. Me gjithë kundërshtimin e Bashkësisë Islame për mbajtjen e një proteste të radhës, për siç thuhet kërkimin e të drejtave të komunitetit musliman, disa besimtarë nën organizimin e Lëvizjes Bashkohu të premten pas faljes së xumas, protestuan para institucioneve të Kosovës duke kërkuar të drejtat e tyre. I pari i kësaj lëvizjeje Fuad Ramiqi në fjalimin e tij para protestuesve, duke aluduar në thirrjen e Bashkësisë Islame, e cila të njëjtën në një komunikat për medje kishte dalë kundër kësaj proteste, i akuzoi se ata mendojnë vetëm për veten e tyre dhe jo për besimtarët. Edhe kësaj here si herave të tjera, kishte një numër të madh të gazetarëve të cilët e përcjellnin protestën, por Ramiqit kjo nuk i mjaftoi. Akuzoi mediat që sipas tij po shkruajnë të pavërteta. Protesta e 5 me radhë e Lëvizjes Bashkohu ka përfunduar e qetë, ndërkaq sipas Ramiqit, protestat e ardhshme do të zhvillohen edhe në qytetet e tjera të Kosovës deri në realizimin e kërkesave të tyre.